ka ndodhur një ngjarje e madhe dhe e ndjeshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E madhe dhe e ndjeshme si për nga përmbajtja, si për nga akustika që ka shpërthyer në Amerikë dhe në shumë vende të botës. Janë dëgjuar krisma armësh në prani të presidentit Amerikan Donald Trump. Tema e sotshme pra është shpjegimi i gjithë asaj që ka ndodhur në lidhje me rastin, pra paskenat e kësaj dhe historiku i ngjarjeve të këtilla që ka ndodhur në 100 e 200 vjetët e fundit me presidentet Amerikan. Në çdo sistem politik, lideri më i lartë përfaqëson më shumë se vetveten. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i atjeshëm ka një rol të dyfisht. Është kryetar shteti dhe është kryetar ekzekutivi. Prandaj, miq, në imagjinatën politike amerikane, presidenti bëhet njëkohësisht simbol i shtetit, i pushtetit federal, i rendit kushtetues dhe natyrisht i drejtimit historik të vendit.